Ende nuk është kompletuar vendosja e kamerave në kuadër të projektit Safe City. Koalicioni Vlen po akuzon kreun e BDI-s Ali Ahmeti se po e sjell botën serbe në Maqedoninë e Veriut. Kandidati i AKI-s për komunën e Çajirit Bujar Osmani thot se anketat po tregojnë se BDI-ja ka një epërsi bindëse ndaj koalicionit Vlen. Izraeli vret 10 palestines, ndërsa lufta në Gaza shkakton protesta globale. Të nderuar shikues, përshëndetje. Projekti Safe City është proklamuar nga qytetarët si mas që do të ulë ndjeshëm shkeljet në komunikacion, ndërkohë që projekti do të jetë funksional për pak muaj, jo të gjitha bulevardet në vend të cilat janë pjesë e kryeqytetit janë pajisur me kamera sigurie. Një prej atyre është bulevardi Boris Trajkovski që ndodhet në komunën e Kisellavodës. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se procesi nuk është përfunduar dhe se edhe në bulevardin në fjalë do të vendosin kamera po edhe matës të shpejtësisë. Edhe pse kanë mbetur vetëm edhe pak muaj deri në implementimin e masës Safe City, jo të gjitha bulevardet në vend, të cilët janë pjesë e kryeqytetit, janë pajisur me kamera sigurie. Një prej tyre është edhe bulevardi Boris Trajkovski që ndodhet në komunën e Kisellavodës. Për të parë gjendjen, ekipi televizionit Shenja qëndroi në këtë bulevard. Nga ajo që pam në teren është se kamerat e sigurisë që janë paraparë për këtë projekt nuk ndodheshin as në shtyllat e semaforëve e as në shtyllat përgjatë rrugës. Për këtë çështje kërkuam përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme, pyetëm se pse pikërisht kjo rrugë, e njohur ndër vite për numrin e lartë të aksidenteve dhe rasteve tragjike, është përjashtuar nga masa dhe pse nuk janë vendosur kamerat e sigurisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se procesi nuk është përfunduar dhe se edhe në bulevardin në fjalë do të vendosen kamera, po edhe matës të shpejtësive. Në bazë të dinamikës edhe implementimit të masës së Safe City, në bulevardin në fjalë, do të vendosen matës së shpejtësive dhe kamerave në 3 lokacione të ndryshme përgjatë rrugës. Megjithse instalimi i kamerave si proces ende nuk ka përfunduar, situata drastikisht është ndryshe në rrugët dhe bulevardet që ndodhen në komunat shqiptare. Në Çajir, nga udhëzkryqi tek qendra tregtare Mavrovasja deri tek parku i Çajirit, përgjatë bulevardit Svetan Dimov ishin vendosur 4 kamera të tilla. Ndryshe, implementimi zyrtar i masës Safe City pritet të fillojë në janar të vitit 2026, pasi të mbyllen zyrtarisht ndryshimet ligjore të nevojshme për këtë masë. Ndërkaq një muaj më herët, sipas paralajmërimeve të MPB-s, pritet të jetë faza testuese në Shkup, Tetov dhe Kumanov. Partitë politike përsëri kanë akuzuar njëra tjetrën për futje të botës serbe në Maqedoninë e Veriut. Kësaj radhe, Vlen është ai i cili akuzon liderin e BDI-s Ali Ahmeti se po punon për të inkuadruar regjimin serb në Maqedoninë e Veriut. Bilal Kasami nga ky koalicion tha se Ahmeti dhe familja i kanë shitur bankës serbe Alta Bank aksionet që kanë pasur në bankën Stopanska të Manastirit. Ndërkohë, opozita shqiptare vazhdimisht akuzon Vlenin se po ndihmon futjen e ndikimit të botës serbe në vend. Së fundmi, ata kanë akuzuar se përmes bankës serbe, qeveria po lejon kolonizim ekonomik dhe politik të agjendës serbe. Njëri ndër liderët e Vlenit, Bilal Kasami, ka hedhur sot akuza serioze ndaj liderit të BDI-s Ali Ahmeti për lidhje të ngushta me regjimin serb. Kasami thot se ka prova të cilat dëshmojnë se Ahmeti me familjen e tij po i shet pasuri bankës së regjimit të Aleksandar Vučićit. Sipas tij, Ahmeti është personalisht përgjegjës për futjen e botës serbe të Aleksandar Vučićit në Maqedoni dhe për futjen e bankave serbe. Sot para jush paraqesim prova për aferën më të madhe politiko-financiare që e lidh liderin e BDI-s Ali Ahmetin me regjimin e Aleksandar Vučić në Serbi. Kompania As Senjak nga Kërçova, e njohur për opinionin për shumë skandale tjera, e cila është në pronësi të mikut Ali Ahmetit, përkatësisht babait të gruas së djalit të tij, ka poseduar mira aksione në Stopanska Banka Manastir.
Këto aksione në pronësi të familjes Ali Ahmetit janë shitur pikrisht te Alta Banka nga Beogradi në pronësi të Davor Mecura, një nga bashkëpunëtorët më të afërt dhe bank lidhur drejt për drejt me regjimin serb të Aleksandar Vučić. Kjo shitje ka ndodhur me 17 nëntit 2025. Ai më tej shtoi se kjo është provë që Ahmeti nuk është vetëm partner politik me njerëz nga Serbia, por edhe pjesë e rrjetit financiar të Vučićit. BDI për 20 vjet manipulon qytetarët duke folur për patriotizëm, ndërsa pas perdes shesin kapital të regjimi serb. Me këtë Ali Ahmeti dhe njerëzit e tij e vën drejt për drejt në rrezik sistemin financiar dhe e bëjnë shtetin të varur nga Beogradi. Shqiptarët i kthejnë përsëri në varësi të qendra serbe. Vlen publikisht akuzon Ali Ahmetin se është partner financiar i Aleksandar Vučićit dhe se përdor fuqinë e tij politike për interesa personale dhe familjare në biznes. Qytetarët duhet ta dinë se BDI nuk është parti politike që i mbron shqiptarët në Maqedoni të Veriut. BDI është firma private e Ali Ahmetit që shërben për pastrim parash, për korrupsion dhe pasurim personal. Kujtojmë se opozita shqiptare e posaçërisht BDI vazhdimisht akuzon Vlenin se po ndihmon futjen e ndikimit të botës serbe në vend. Së fundmi ata kanë akuzuar se përmes bankës serbe, qeveria po lejon kolonizim ekonomik e politik të agjendës serbe. Partitë po komentojnë rezultatet e anketës së fundit të agjencisë Market Vision. Sot, kandidati për kryetar të Çairit Beor Osmani ka thënë se epërsia e BDI-s tashmë nuk mund të fshihet. BDI-ja ka një epërsi bindëse ndaj koalicionit Vlen, pothuajse më shumë se 2-1, deklaroi Osmani. Kandidati për kryetar të Çairit Beor Osmani ka komentuar rezultatet e anketës së fundit të agjencisë Market Vision duke thënë se epërsia e BDI-s tashmë nuk mund të fshihet. Ai tha se kjo anketë, rezultatet e së cilës u shpërndan nga deputeti i VMRO-DPM-s Nikola Miceski, vetëm e konfirmoi të vërtetën që me muaj e javë po përpiqen ta fshihin, e ajo është se BDI ka një epërsi bindëse ndaj koalicionit Vlen, pothuajse më shumë se 2-1. Agjencia që ka bërë këtë anketë është agjencia që ka nënshkruar kontratë me 100.000 euro për të shërbyer qeverit në promovimin e projekteve, që do të thotë se është e bërë nga e afërt me ta, një agjenci me afërt me ta, dhe ajo agjenci tregon se dallimi është i thellë ndërmes nesh dhe ato. Tash dikush mund ta trajton se edhe ata më nuk mund të mbulojnë. Nuk mund ta mbulojnë dealin me shosh. Edhe prandaj edhe koordinatori VMRO-DPM-s e thot qartë se nuk mund dalim ne kundër popullit shqiptar. Shpresoj që është ashtu, se do ishte ashtu e drejtë. Asnjë parti politike nuk mund del kundër vullnetit popullit. Po nuk e di, është çështje interpretimi, besoj që është tentim për të promovuar vetveten edhe kanë harruar që janë duke treguar një të vërtetë të thellë. Ai shtoi se edhe pse VMRO-DPM është përpjekur ta shfrytëzojë anketën për të promovuar rezultatet e saj, në fakt ka zbuluar të vërtetën në bllokun politik shqiptar. Megjithatë, siç potencoi Osmani, epërsia e BDI-s ndaj Vlenit është edhe më e madhe. Osmani këtë deklaratë ai bëri pas nënshkrimit të kodit për zgjedhje të ndershme dhe demokratike. Në lidhje me këtë, ai theksoi rëndësinë historike të zgjedhjeve të ardhshme, duke vlerësuar se rezultati në Çair do të përcaktojë jo vetëm të ardhmen e komunës, por edhe pozitën e shqiptarëve në shtet për dekadat që vinë. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari ka vazhduar kritikat për ish partnerët e tij të koalicionit Vlen, me cilët ishte pjesë e qeverisë në muajin maj të këtij viti. E pretendon se Vleni nuk ka fuqi vendimmarrëse për të argumentuar pretendimet e tij. Taravari ka marrë një shembull nga koha kur ishte pjesë e qeverisë, ku ai së bashku me zëvendës kryeministrin e parë nuk kanë pasur fuqi për ndryshuar as vendimet administrative. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari ka kritikuar hapur rolin e koalicionit Vlen në qeveri duke thënë se ata janë të pafuqishëm për të ndikuar edhe në vendime të thjeshta administrative. Ai gjatë emisionit të mbrëmshëm Debat në Shenja akuzoi disa zëvendës ministra të koalicionit Vlen për mungesë angazhimi dhe papërgjegjësie institucionale. Sipas tij, një pjesë e zëvendës ministrave nuk kanë as prezencë të rregullt në zyrat e tyre dhe madje disa nuk kanë as infrastrukturën bazë për të ushtruar detyrën. Kemi zëvendës ministra që nuk shkojnë as në punë.
Imagjinoni. Kush janë këto zëvendësministra? E din disa zëvendësministra shkojnë 1 ditë në javët ose 2 ditë në javët. Nëse ata nuk e përmbushin obligimin e tyre si të emëruar, pse duhet të hezitohet të mos përmenden me emra? Edhe nuk është 1, 2. Përveç 1 ose 2, 3 zëvendësministra, 7 janë. Po, edhe prej shtatëve? 3 zëvendësministra kanë qenë aktiv, super aktiv, që janë interesu. Disa nuk kishin as zyra, po me sa e di edhe 1 ditë ose 2, as vetur zyrtare su jepeshte, ato e din tash që i përmendit, cilët kush janë ato. Taravari më tej ka rikujtuar kohën kur ishte pjesë e koalicionit Vlen dhe përmendi rastin e emërimit të një drejtori në një fshat të Strugës, ku vendimi për drejtorin u mor pa konsultim me komunitetin, duke shkaktuar revoltë dhe pakënaqësi. Ai tha se së bashku me zëvendës kryeministrin Izet Megjiti ishin të pafuqishëm për të ndërruar drejtorin. Quhet një fshat Podgorc në Strugë. Aty çdo herë drejtor ka qenë torbesh ose shqiptar. 95% e popullatës janë musliman. Herën e parë mbas 35 viteve vendoset një ushtrues detyre, një Maqedon me tetuazha në tan trupin. Sa i përket raporteve me ish bashkëpartiakun e tij Ziadin Sela, Taravari tha se nuk ka asnjë armiqësi personale dhe pavarësisht mosmarrveshjeve që kanë ndodhur, është i hapur për bashkëpunim në të ardhmen. Presidenti e Maqedonisë Veriut Gordana Siljanovska-Davkova deklaroi se rruga e vendit drejt Brukselit ngjan me një maraton. Ajo theksoi se integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor ka qenë një proces i gjatë dhe shpesh i shtyr pafund. Siljanovska deklaroi se Bashkimi Evropian duhet ta rishqyrtojë qëndrimin e tij. Rruga jon drejt Brukselit ngjan me një maraton. Këtë e deklaroi presidentja Gordana Siljanovska-Davkova gjatë një ligjërate në Universitetin Columbia në New York, si pjesë e forumit të liderëve botëror. Sipas kreut të shtetit, kjo një maraton që ndonjëherë na bën të pyesim veten apo presim Godonë. Tani procesi i zgjerimit është përsëri në agjendën e BE-s, por jo për një union më të madh, por për stabilitet dhe siguri. Kjo është një shans i mirë për ne të jemi në agjendë dhe të shfrytëzojmë momentin. Megjithatë, gjatë 30 viteve të fundit jemi përpjekur disa herë dhe rezultati është 36 ndryshime në kushtetutën tonë. Ajo theksoi se integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor ka qenë një proces i gjatë dhe shpesh i shtyr pafund. Siljanovska deklaroi se BE-ja duhet ta rishqyrtojë qëndrimin e saj. Sipas saj, më parë BE-ja ishte sinonim i demokracisë dhe sundimit të ligjit, por sot po përballet me krizë leadershipi. Marrëdhënia midis vendeve anëtare dhe vendeve kandidate si ne është shpesh e gabuar. Është thjesht një marrëdhënie, dëgjo dhe vepro, theksoi presidentja Siljanovska. Në udhëheqjen e qeverisë aktuale po ndodh një debakëll diplomatik i papar, deklaroi sot kryetari i LSDM-s Venko Filipçe. I tha se Maqedonia e Veriut, nga një vend që u njoh dhe u mbështet nga partnerët kryesor strategjik, sot është një vend që merr vëmendje vetëm në margjina. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe theksoi se në udhëheqjen e qeverisë aktuale po ndodh një debakël politik i papar. Ai tha se ka një izolim total diplomatik në takimin e OKB-s, ku presidentja takohet me diplomatin me rangun më të ulët nga Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, Maqedonia e Veriut, nga një vend që u njoh dhe u mbështet nga partnerët kryesor strategjik, sot është një vend që merr vëmendje vetëm në margjina, pa ndikim të vërtet politik, pa diskutime serioze dhe pa respekt. E gjitha varet nga bërja e selfieve me disa diplomat në korridoret e institucioneve të mëdha botërore. Rruga drejt NATO-s dhe BE-s nuk ishte e lehtë dhe nuk ishte pa një çmim politik, por sa ajo rrugë vlente dhe ishte e saktë. Dhe tani është vetëm një nxitje shtesë për të luftuar dhe për të thënë qytetarëve se politikat tona ishin të mira, ishin në interes të shtetit, të qytetarëve. Nuk e morën parasysh, nuk e peshojmë nëse do të humbasim një pjesë të vlerësimit ton politik, sepse ja vlente që vendi të este përpara, të zgjidhte problemin e emrit me dekada, të bëhej shtet antar i NATO-s. Filipçe theksoi se me këtë qeveri aktuale, rruga europiane është ndalur institucionalisht dhe në thelb, duke theksuar se kjo qeveri nuk dëshiron të vazhdojë rrugën europiane. Siç theksoi ai, mungon leadershipi, guximi dhe vizioni për të ardhmen e shtetit, dhe qeveria po ikën nga vendimet e vështira dhe po i redukton të gjitha angazhimet e jashtme në një imazh sipërfaqësor për publikun pa përmbajtje të vërtetë.
Sot në Shkup mbajt pikniku i 11 humanitari punonjësve të kompanisë Alkaloid në patronazhin e fondacionit Trajqe Mukajetov. Përveç argëtimit dhe shoqërimit, pikniku ishte dhe një dimension human pasi Alkaloid dhuroi një donacion të rëndësishëm për rreth 1.8 milion denar kryqit të kuq. Me muzik, buzëqeshje dhe një atmosferë familjare, sot në Shkup u mbajt pikniku i 11 humanitari punonjësve të kompanisë Alkaloid në patronazhin e fondacionit Trajqe Mukajetov. Ngjarja u zhvillua në kompleksin Potkovica në lagjen Hipodrom dhe u shndërrua në një ditë të veçantë jo vetëm për punonjësit dhe familjet e tyre, por edhe për komunitetin. Përveç argëtimit dhe shoqërimit, pikniku kishte edhe një dimension human, pasi Alkaloid i dhuroi një donacion të rëndësishëm prej rreth 1.8 milion denar kryqit të kuq. Në këtë rast, drejtori i përgjithshëm, kryetari i bordit të drejtorëve të Alkaloid dhe presidenti i fondacionit Trajqe Mukajetov tha se humanizmi është forca që i ngre njerëzit lart dhe këtë vit i vizualizuan përmes simbolikës së një tullumbace me ajër të nxehtë, të ilustruar në bluza të dizajnuara posaçërisht për këtë rast, përmes të cilave punonjësit e Alkaloid, antarët e familjeve të tyre dhe miqtë e tyre mblodhen rreth 1.8 milion denar, të cilët do t'i dhurohen kryqit të kuq të qytetit të Shkupit dhe do të përdoren për të mbështetur shërbimet sociale për të moshuarit. Të moshuarit, mençuria dhe përvoja jetësore të cilëve meritojnë respekt, vëmendje dhe mbështetje, janë një pjesë e vlefshme e shoqërisë. Mendimën tonë, aktivitetet dhe iniciativat e kryqit të kuq të qytetit Shkupit, që synojnë shërbime sociale për njerëzit në moshën e tretë, ne besojmë se së bashku mund të krijojmë kushte që pleqëria të jetë në periudhë mbushur me dinjitet, siguri dhe ngrohtësi njerëzore. Humaniteti është forca që i ngre njerëzit lart, dhe kjo është arsye se pse përmes kësaj mbështetjeje duam të ndihmojmë të moshuarit të ngrihen mbi sfidat dhe të kenë një jetë më të përmbushur dhe cilësore. Ndërkaq, sekretarja e kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, Suzana Tuneva Paunovska, falenderoi për mbështetjen dhe solidaritetin, duke shtuar se një nga misionet e tyre është që t'i ndihmojnë njerëzit në moshën e tretë, të kenë një pleqëri dinjitoze dhe të sigurt. Të moshuarit, mençuria dhe përvoja jetësore të cilëve meritojnë respekt, vëmendje dhe mbështetje, janë një pjesë e vlefshme e shoqërisë. Mendimin tonë në aktivitetet dhe iniciativat e kryqit të kuq të qytetit të Shkupit që synojnë shërbime sociale për njerëzit në moshën e tretë, ne besojmë se së bashku mund të krijojmë kushte që pleqëria të jetë një periudhë e mbushur me dinjitet, siguri dhe ngrohtësi njerëzore. Humaniteti është forca që i ngre njerëzit lart dhe kjo është arsyeja pse përmes kësaj mbështetjeje duam t'i ndihmojmë të moshuarit të ngrihen mbi sfidat dhe të kenë një jetë më të përmbushur dhe cilësore. Kompania ka krijuar një partneritet të gjatë humanitar me kryqin e kuq, duke mbështetur këtë organizatë humanitare si në fushën e aktiviteteve sociale dhe humanitare dhe përballimin e krizave dhe fatkeqësive, ashtu edhe në fushën e dhurimit të gjakut. Kujtojmë se pikniku i parë humanitari Alkaloid në patronazhin e fondacionit Trajqe Mukajetov u mbajt më 3 shtator 2011. Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski informoi se versioni testues i portofolit digital është duke u përgatitur dhe se ai do të prezantohet në samitin digital të Ballkanit Perëndimor që do të bëhet në 1 dhe 2 tetor në Shkup. Ai tha se qytetarët duhet ta imagjinojnë atë si një portofol me dokumente personale. Në vend që të mbani me vete patent shoferin dhe letërnjoftimin, mund t'i mbani në telefonin tuaj celular dhe sigurisht që gjitha shërbimet do t'jenë të disponueshme atje, deklaroi ai. Andonovski sqaroi se qytetarët që do t'jenë të pranishëm në samit do ta shkarkojnë atë në mënyrë që ta testojnë. Mendoj se deri në fund të vitit do të kemi tashmë një version që do ta vendosim në gjitha rrjetet e hapura për herë të parë, tha Andonovski. Në fshatin Straçinc të Shkupit, oficerët e njësisë policisë ndërhyrëse e privuan nga liria personin iniciales i 50 vjeçar. Gjatë kryerjes së veprimeve zyrtare, oficerët e policisë vunë re se kishte deg dhe kërcej në vazo të bimës së kanabisit të varura në strehën e shtëpisë së tij. Më vonë, me urdhër të gjykatës, njësia e tregtisë së paligjshme kreu një kontroll në shtëpinë e tij, gjatë së cilës u gjetën dhe u sekuestruan 90 deg të bimës kanabisit dhe 2 qese me deg më të vogla të bimës së kanabisit. Personi është ndaluar në stacionin policor të Gazipapës dhe pas dokumentimit plot të rastit, kundër tij do të ngritet akuza përkatëse.
Vazhdojmë të me zhvillimet nga bota dhe rajoni. Të paktën 66 palestinës janë vrarë në sulmet izraelite në gjithë rripin e Gazës, përfshirë një sulm vdekje prurës që vrau 11 antar të një familje. Pushtimi toksor i qytetit më të madh të Gazës nga Izraeli vazhdon me qindra mijëra palestinez të bllokuar, të uritur dhe në zjarr nga të gjitha anët. Ndërkohë, flotilja globale Sumud po nis pjesën e fundit të udhëtimit saj për të cilën ndihmë në Gaza, duke thyrë bllokadën detare të Izraelit. Sot flotilja e përbër nga 53 anije nga të paktën 44 vende, u nis nga ishulli i Kretës e shoqëruar nga anije të marinës spanjolle dhe italiane. Mëtej, nuk ka ndalesa të planifikuara deri në rripin e Gazës, të cilin ekuipazhi pret të arrijë brenda 4 ditësh. Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mbajtur fjalim në Kolegjin e Luftës Ushtrisë Amerikane për rrugtimin e Kosovës nga mbijetesa në liri për kontributin e ushtarëve amerikan dhe për aleancën historike të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Osmani tha se ishte Amerika dhe NATO ato që Kosovën e çuan në liri dhe në një shtet të sigurt. Në orët më të errta Amerika qëndroi me ne. Ishin ushtarët amerikan bashkë me vendet aleate të NATO-s që dëshpërimin në Kosovë kthyen në shpresë, frikën në siguri dhe okupimin në liri, tha Tuti Osmani. E para vend e Kosovës ka shprehur edhe një herë falënderimin e saj ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen që ja jep Kosovës. Po e mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në ora 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.